Ka nisur punimet për rikonstruksionin e lotit të dytë të rrugës Fier Ballsh, konkretisht në segmentin nga Ballshi deri në kthesën e Patosit. Ky investim, kanë thënë ata, është mirëpritur nga banorët e zonës, të cilët e cilësojnë si të vonuar, por jetik dhe tepër të domosdoshëm për zhvillimin ekonomik dhe social të Mallakastrës. Sipas banorëve, gjendja e amortizuar e rrugës e lënë për më shumë se 15 vite pa mirëmbajtje dhe rikonstruksion, kishte ndikuar drejt për drejt në përkeqësimin e ekonomisë lokale. Gjithashtu ata shprehen se infrastruktura e dëmtuar kishte vështirësuar lëvizjen, transportin e mallrave dhe shërbimeve, duke çuar gjithashtu në largimin e shumë familjeve drejt zonave më të zhvilluara. Ne nuk kërkojmë nga shteti as punë dhe as bukë, sepse dim t'i sigurojmë vetë, por kërkojmë vetëm investime në infrastrukturë që të mund të zhvillojmë zonën dhe të mundësojnë zhvillim të qëndrueshëm, shprehen banorët. Ora, mama merr fare në telefon. Unë jam marrë në interviste në odheqe Tiranës. Po, nashi është këshu. Bere qavës e kaq, bere qavës. Jemi të gëzuar, se e mira nuk ka punë. Po jemi shumë të gëzuar. Ja, e këto kanë analizimet që i bërë ata, ka bërë gjithë të mirë shumë. Investimi i rëndësishëm për fshatin e Visokës. Edhe për gjithë të këtu Ukrajinë. Shumë rëndësishme është. Ne kërkojmë të investim, për ja nashe në vërë. Edhe kalojmë në hata që se jemi fshat, nuk kemi në qytet. Kemi toga, kemi laja me ullinje, me të gjë. E punojmë ratë. Nuk kërkojmë bukë mene në shteti ajore. Ne kërkojmë të jetojmë mirë të qetë. Kemi kulturën. Kemi kodrat të sjellshëm, mos të vjedhim. Rikonstruksioni i këtij segmenti pritet të lehtësojë ndjeshëm qarkullimin dhe të krijojë kushte më të mira për zhvillimin ekonomik, duke i dhënë një shtysë të re Mallakastrës dhe zonave përreth, me më shumë se 34.000 banor që kanë lidhur jetën dhe punën me këtë rrugë.